Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahu në falëndrojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë, salate dhe selame të përzemërt mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam qojmë, mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë vetëm rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I nderuari dhe shumë i respektuari xhamat. Vazhdojmë aty ku kena mbetën me vargun apo zinxhirin e ligjëratave tona, të cilët kanë të bëjnë me mëkatet e mëdha. Në javën e kaluar folëm për një mëkat i cili është shumë prezent te na. Pra çka është ajo bistitnia? Folëm për bistitnit. Pra me shpjegu fjalën bistitni, Allah ka të naqe me i thonën llafe grave, vezvese, komplekse. Pra mëse ban ket, mëse ban atë, mëse praj thojt natën, mëse praj thojt edhe komës edhe dorës, nëse moca ta pret udhën, janë llafe ketë grave, shpjegum në javën e kalume. Nuk ka nevojë të i përsërisim prapë. Pra bistitnit, çka janë këto? Janë të ndaluara rreptësisht në Islam, sepse ne mbështetjen e kemi vetëm te i Madhi Allah subhanahu wa taala. Por sot inshallah në vazhdim do të flasim për të pimurit apo të ngrënurit në enë të arit dhe argjendit. Pra edhe kjo është prej gjunaheve. Edhe kjo është prej gjunaheve, me hongër ose me pi në enë të arit apo argjendit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka ndalu. Shpesh po hasim në për njerëz ose kur po japin dikush dhurata, ja jep për shembull një komplet, një servis me lugë të arit ose lugë të argjendit, ose enë të arit apo enë të argjendit. Pra këto është e ndaluar të përdoren në sofrën e besimtarit, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "La talbisu al-harira wala ad-dibaja, wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda, wala ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah." Që do më thonë kjo hadith? Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: mos vishni mëndafsh e as brokad, pra ato pëlhurat që janë shumë të shtrejta. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda. E as mos pini me enë nga ari dhe argjendi. Dhe as mos hanin pjatat e arit dhe të argjendit, sepse kjo është për ata të kësaj dunjoje, pra qafirat e kanë këtë hise në dunjo, ndërsa besimtari e ka hise në ahiret. Do më thënë, me hongër, ose me pi, me ngron, ose me pi, me enë, koft gotë, koft pjatë, koft këtë diqka, koft piron, koft lugë, e është prej argjendit, ose prej arit, është ngjashmëri me qafirat. Sa mirë për para pleqët e tonë Allahin xhennet i pasqurën, ata cilët në kanë ndalu neve shumë gjona, edhe neve në udokshim pak sikur hajgare, ama ato janë konë largë pamës, ato i kanë ditë do gjona ma mirë se na, kanë mendu ma largë se na, kur kanë thonë mëse ban kete, mëse ban ate, mëse ban sukur kje, mëse ban sukur aj. Pra ato e kanë pas një bazë, dikon mirë, po me thonën që shto e
ditë se s'pe kupton. Çka ka thonë? Mos u bën sikur ki, mos u bën sikur ai. Për shembull, përpara me bajt shapkën, për një me akon krim, ku ka guzu shqiptari me bajt shapkë. Kanë pas gabim shapka sa shkur gjon. Sot nështë për ti sa kur gjon, ama në atë koha konë shumë e madhe. Edhe sot unë e thoma është e madhe. Pse? Se shapkën e bajnë vetëm pa besimtarët. Pra, pejgamberi alisëm do të kush i përmëngjet një popull të aja pëtyne. Dhe më thonë, pleqët kanë shku çdo herë me në largu nga ngjashmëria, mos bjo përngjajt pa besimtarëve. Nash në ushqim, nash në veshmbathje, nash në doke, nash në shprehje, në kanë ndalu neve pleqët. Po, mire kanë pasën. Mire kanë pasën. Sa që thëshin edhe futbali, thëshin mos luj me futbal, sa e kena di që kjo është akon gabim. Me kryt pejgamberi s'kan lujten. Mirë, po këshire sot rinia sotit sa kohën e harxojnë para futbalit. Sa parja jipët para futbalit. Për futbalin, fani. Unë kam informacione prej Opajës, prej katunit ton, rinia kanë shkuar në Barcelonë me pa një lujt futbalit. Tash sa be kjo ka kushtuar 2500 euro. 2500 euro që dhon për një futbal. A me bo me thonë jepe antarësien për xhami, do këtë shumë. Për një lojë futbalit. Mi thonë, beri me një 200 euro që qëmë një fukaras, që qëmë një do këtë shumë. A për lojë si do këtë... Po mi asa që kjo harama? E qka fitu tash? Jo, Allah tha kur gjosh, ku më tha hecë mu lodhëm, nejtëm 2 ditë, 3 ditë, si sa kështë nejtën, edhe u këthim tha mrapa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asa që kjo harama? Pra, pleqët i kanë pas do gjona vlezët të nderuar. Një për atin edhe punën e hajës. Pra s'ta kanë lonë me hongër me lukë të shtrejta, në pjata të shtrejta s'kanë lonë me hongër, po pse? Po që për ngjashmëri? Pejgamberi po dhëtë kush i për njët një popull dhe për tyne? Për shka lipët kjo? Ne në këtë botë prej neve lipët modestia. Pse modestia? Modestia se na, nëse da duhet dishka luksin, inshallah kena me pas në ahiret e Allah subhanahu wa ta'ala në gjennet, inshallah. Pra ta, Imam Bukhari e transmeton një hadith të Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, i cili thot: "Amana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in." Na ka urdhëruar Rasulullahi alaihi salatu wasalam me 7 gjona dhe na i ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 7 gjona. Pra na ka urdhëruar për 7 dhe na ka ndalu me 7. Cilët janë ato 7 që na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Manin men qëto. Thot, emërën e bittiba'ul gjenaiz. Pejgamberi alayhi salam na ka urdhëruar thot me i përcjell gjenazat. Elhamdulillah që këta ditë kena të mirë, edhe nuk kena me elon kur pra padorës. Unë shpesh kam thonën, përcjellja e gjenazës, të pa më 3 dita, kur sa të jemi gjallë, inshallah nuk kena me elon. 7 ditë janë shumë, ama 3 ditë është sunet. Des dikushi e njofte se njofte, shkojnë vërrim. Shkojnë vërrim. Ka qelë të pane, shko me pa, anim se si njof, dikushi të njef. E para, e dyta që kam thonë që s'ban milionën, kush është? Festën e bajramit, me shku në familjarët, me ja përhajt bajramin, me mon ngrik vllahun tant, me shku të motrat, të vllavi, të aj, të kit, të familjarët, që ju ki bërsh familjes. Pra, e para shka na pas ka urdhëruar pejgamberi ko ka me i përcjell gjenazët. E dyta do të është wa iyadatul marid. Me vizitu të smutin, ke morë vesh se një vllavi jot është i smut, shko vizitoj vlla. Se di sa ju kujtohet kur e pata spjegu para pandemisë vlera e vizitit të sëmuarit, a ju kujtohet? Keni harruar, po ja u rikujtoj. Është hadithi kutsi. Hadithi kutsi që kemi të shpjegu në hutbe atje. Ditën e kiametit, Allahu ka me na pyet një nga një. Ka me thonë, o, robi jam, u smuna une nuk erdhe me në vizitu. Robi ka me thonë, por qish o zot ti, zoti gjithësis, e qish smu është ti? Dhe të kure smuna robin tem filonin, me pasku me vizitu më kishe gjithë mua atje. A e kuptu? Pra, me vizitu të smutin, shko vizitoj e vlojve jam. Jo me shku me bo neje 2 ore, 3 ore, 5 ore me mërzit të smutin. Jo, shko të i smutin i 5 minutës. Jepja një gajrat, thuja një fjallë të hajrit, thuja një fjallë të mirë, bane një dua për ta edhe selam aleikum. Pra, me vizitu të smutin. E treta do të është o i gjabetu daje, kur të thirë dikushim ju përgjigjë.
të ka thirrë ndarshëm, të ka thirrën dëni gëzim e ka, dëni paragëzim, ko i diçka, me shku me përgjigjen. E jo sikur te na për fat të keq, kur të po thirr i pasuri, po shkon. Ama kur po thirr i varfër, hajde se jam në zonën sot, s'po shkoj te ai. Se s'ka njerëz të mëdhenj aty. Jo, atëherë ti nuk pas ke përgjigj të Allahut. Pra, është prej sunetit të i përgjigjesh në kur thirr vllau jot. Mirë, po shtrohet një pyetje, mirë hoq, po për thirr vllavi ose daja nipi, ku e dikush i familjari, po thirr ndarshëm, a më shku? Se pa të ndërmend me shpjegu për nash, pe shpjegoj rastin. A me shku, përgjigja është, nëse të vendi ku shkon, Allahit i bëhet gjuna, pra mos shko. Për shembull, po thirr ndarshëm, ama ndarshëm ka muzikë, në atë vend mos shko. Ndarshëm ka përzierje gjinive, ka me fol për ndarshëm së shpejti inshallah. Ndarshëm ka përzierje gjinive, burra e gra, haram e ki me shku atje. Shka me shku me pati? Unë e baldësken e kam si vend motrës. Kor baldës ka zbant motër? Kor baldës bazhanoki zbant vlla? Fshini këto muhabete. Këto e në muhabetet e rrugaqve. Rrugaqit dhe vlla, bazhanokin e kam vlla. Zbant bazhanoki vlla. Respekt kam dhe bazhanokit, aj e ka kabinën e, unë e kam kabinën teme. Vlla e kam qatë që ma kalin nona dhe baba. Motër e kam qatë që ma kalin nona dhe baba. Baldësken se kam motër. Po, këta e thujnë munafikët. Pse? Shkojnë t'i zgërdhin dhomë të ati me baldëska të zgërdhin gjithë mazarkën. Zgërdhin që të thujnë, baldësken e kam motër. Zbot baldëska motër. Pleqët e tonë, rahmet ju pa shpirti, si burra janë konën. Pleqët e tonë, kanë ndek e kanë shkuen, baldëska si kanë njoftën. Me bazhanok, ndek e kanë dashtëm të mishtat e janë takuen. Ani, së mos mu tako, bani një muhabet. Amba jo, që shpe bani jo. Me vlavin nuk fol, me bazhanokin gojëm goj. Po ka thonë të mu e fe këto. Aja fe e dilingjive është. Fe e dilingjive është. Shka me vlas foli me bazhanek rritë qafon qafë. Pra, me shku kur të thirë dikon për shembull, që tash, ras konkret. Tash në kanë ardhur haxhit, elhamdulillah që në kanë ardhur. Të ka thirë burri botës një darkë, me bo për qef. Shko. Ama nesë të thirë ndarësëm ka muzikë. Haram e kime shkuën. Ama vlla, qish mos me shku? O, vllavit mos i shko. Unë po thëmë, thuj Hoxh Lukmoni ka thonën, nëse ndarësëm thirë vllavi, edhe në qatë ndarësëm ka muzikë, edhe ka harame, në atë ndarësëm ki haram me shku. Se unë vllavin e du shumë, ama Allahun e du ma shumë. Allahin e du ma shumë. Pra ata nuk guxojnë me shku këto vende, ku Allah i zdo dhe pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Qetra thot është, wa nasratul madhlum. Pra në pejgamberi në ka urdhun me indihmu viktimës. Qish viktimës? Pa e shaf që një vllau tanë për i banë zullum. Shko ndihmoj. Ndihmoj vllau tanë. Ashtë i do vllavi jotë. Shko ndihmoj vllau tanë. Shko ndihmoj atina. E shtu me radhë. Ka nevoj për ti diçka, ndihmoj. Ama mos i ndihmoj ja përmenë momentet ma kritike. Ndihmoj edhe u bitisë më abeti ma. E jo kur qëtë më në zorë të në mja përmenë mos ke shune keve të bon këta, po keve të bon ta. Jo. Si ti ndihmoj vetëm riza lillah. O ibraru bil qasam, në ka urdhnu pejgamberi alayhi salam për me e qu bijen vend. Me e qu bijen vend, ke bon bije që unë se pi duhanin, pra këtë bije dush me qu vend që unë se bi më duhanin. Kam bon bije që ndarësëm ku ka muziket, ku ka haram, ku ka përzirje, shkoj, nuk shkoj ma u kri ma bide, bije kam bon. Jo sot me bo bije nëse me thi bijen. Jo, me i qëndru besnik bije stande. Qetra thot pejgamberi alayhis salam, se koha për më kalon, u raddu selam. Kur ta jape dikush selamin, ktheja selamin. Thuj vllau tan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, po marrë për në vene, e po të si dhje marrë atë e thë i zdavo. Jo, bre thuj vllavi tan, assalamu alaikum. Po hoqë kjo, assalamu alaikum, nuk më abre Shqip, unë po kam qef Shqip. E mirë, unë po thëmë ty, masi po do krejt Shqip, kalëzom trupin tanë, jo ma lakset e trupi jotë, në trupin tanë, qka kjeti Shqip? Që këtë veshja, mos i ki Shqip? Që këtë mikrofona, mos i ki Shqip? Lapsa, mos i ki Shqip? Që këtë mikrofon qetra, mos i ki Shqip? Që këtë tavolina, mos i ki Shqip? Që të hekra, mos i ki Shqip? Që këtë plastika, mos i ki Shqip?
çka dush. Berëm çka ka shqip që ton. S'po shkoj me laksit e vetvetja ime. Ti shko te vetvetja jote. E pse kur po vjen puna te dini i Allahut, po e lip shqip, s'jam kundra shqipës. Na kena dëshmu vetën dhe i kemi treguar ne se çka kena bërë për Shqipën dhe sa kena investuar për Shqipën dhe sa do të investojmë për Shqipën. Ama si cëlla ka vendin e vet. Si cëlla ka vendin e vet. Kështu që përshëndet e vllaun tënd me fjalën Esselamu Aleikum. Kur të përshëndet vllau jot me Selamu Aleikum, obligim ja ke me ja kthyen selamin, pra me i thon wa Aleikumus Selam. Edhe urdhri i fundit është tashmitul atis. Pra çka tashmitul atis? Tashmitul atis kur të shtit dikushi me i thon, ai thot elhamdulillah, ti me i thonën yerhamukallah. Mos ju vjen marrë, mësoni këto gjona. Për shembull, unë tash të shtiti, sa nalli njerëzimi, Allah i ka kriju kështu. Unë të shtiti, edhe them elhamdulillah. Ti agje pikuje thum fjalën yerhamukallah, të mëshiroft Zoti. Të mëshiroft Zoti. Pra obligim ja ke vllaut tan një gjë të tillë. Thot, dhe na ndaloi Muhamedi alayhis salam, tash vim te tema jon çka duam. Pra na ndaloi pejgamberi alayhis salam me i përdor thot enët e argjendit. Pra ata këtu ju çoj selam të pasurve. Oh, ju të pasur. Moni, pse keni parë tash edhe me i përbuzën. End me shku me blet dukatit edhe të argjendit. Haram e kemi hongër me atë end. Haram, po shka që bëj ka më hoqë? Meri shkrin shqitje kuj diqka. Se haram e kje. Haram është me hongër me atë lugë. Haram është me hongër në atë end. Haram është me pi me atë gotë. E kështu më radhë. Pra, pejgamberi në pas ka ndaluar me end e argjendit, pejgamberi alisan me ka ndaluar kane. Këta kanë folë më shumë se njerë po flasë edhe tash. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar tash i drejtuar në rinisë nderuar. Me të kur po u fejoni, po i noni unazat e dukatit. Pa në shku minutët. Nashtë. Unazat e dukatit. Kam folë për fejesat une. Nuk jam kundra unazave. Bartja e unazës argjend, ose dish tjetër përveç se dukatit, bartja e unazës është sunet i Resulullahit alayhi salatu wasalam. Pra lejohet që të bëhet, ama jo pse jam i fejum. Këtë ngjarje, këtë mesele e kam mësuar pe Sheikh Muhammed Nasruddin Albanit. Allahin xhenetul firdaus e pashuar. Kam pas nderin kam pas që të marr ilm, të marr diturin nga Sheikh Albani. Allahin xhenetul firdaus na takon me ta, ya rabbal alamin. Edhe na shpjegonte se çish ka met puna e unazës. Manin mend që të jurini e nderuar. Çka më po thike unaza për fakt fejesës që është tradit e krishterëve. Pra kur të fejohet një ri dhe një ere e krishterëve shkojnë tha te popi, në kisha që. Edhe popi thike kështu tekstualisht e merr thike dorën e triut dhe dorën e trejes. Edhe e merr unazën e dukatit thot në emën të Atit, Birit, Shpirtit të Shenjtë. Amin. Edhe këtu faktikisht po bekoka mo ajo dorë. Ajo fejes po bekoka mo. Edhe do më thonë, ke pas ka ndalume mu me hek unazën për ati. Do më thonë, koka tradit katolike. Një që dukati është haram, e dyta pra është tradit katolike që ti me përdorën për shkak të fejesës. Unë e baj unazën se është sunet i pejgamberit. Asa për fejesë dhe martes, kur mos e bafsha? Pasha Allahun e qabës. Çdo herë kam bajt jetën te me unazë. Në momenti kur jam fejunës kam bajt unazë. Veç për inatit shqiptarëve edhe adetit plus shqiptarit unazë kam bajt hiç edhe pse kam pas unazë fejesës. Sakone e dukatit, argjendit ka qenë. Nuk e kam bajt. Për çka? Vetëm që thom shqiptarëve se unë unazën e baj për sunet pejgamberit e jo për fejesë dhe për martesë. E kuptu të rinjë nderuar? Po, ma ka bleje fejumja behoj, zemra ma ka bletën. Ani bleje, e dije, mere pi zemrës. Pranoje, s'ka problem. Ama pranoje si sunet pejgamberit dhe mos tjetë dukat, por le tjetë argjend e kështu me radhë. A e kuptu të rinjë nderuar? Pra, pejgamberi ka ndaluar unazat e arit. Thot, wal harir,
edhe barqja e mëndafshit, edhe barqja e disa plihurave të cilët janë të shtrenjta, edhe këtë to pejgamberi i ndaloi. Për çka? Edhe lejoi diçka tjetër. Pejgamberi alayhis salam ishte një herë me shokët e vet, mori në një dorë dukatin, me një dorë mëndafshin, pra të na në gjuhën e rinijës, mëndafsh shqipi thojnë, sfill, çka i thoni jonë. Pra i mori këto dia dhe tha, këto dia tha janë tha haram për mashkujt e umetit tim që të bartën. Pra mëndafshi dhe dukatje. Ndërsa tha janë të lejuara për gjinin femërore. Pasha Allahun që e zoni më thirë. Me pas kohë mja u shpjegu tash në atë aspektin shkencor se sa është i dëmshëm dukati për gjinin mashkullore. Po shkurt, ta dini se dukati i dëmton rruzat e kuqet të gjakut. Muhamedi a.s. para 1400 vjetë neve në ndaloj gjërat të tilla. Pra, lejohet për mashkujt argjendi, ndërsa ndalohet dukati. Për femrat lejohet edhe dukati edhe mëndafshi. Pra, shkurt këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala na e ndaloj, na e boni haram se disa vëllezër edhe më vonë, na i boni rrepsisht që ne të i përdormi end e arit dhe end e argjendit në kuzhinat e tona. As me hongër, as me pi, me en, pa më pasësh a lug, a gota, a pjata, çka jon, pra kemi haram me to me ngronën. Sidomos, ata cilët për na vinë për perëndimit edhe po bin en të argjendit, sidomos, për ju them që ta dini se në ato en është haram të hat apo të pijet e kështu me radhë. Në fund krejt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për thot hadithin nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thotë se grupi i parë i cili kanë me hinë në xhennet, o Allah, bëna prej grupit parë ja Rabbul Alamin. Kanë me hidhët fëtyrat e tyre, thot kanë me shkëlqyer, thot sikur se hana 15. Grupi i dytë thot kanë me hinë në xhennet edhe kanë me shkëlqyer ftyrat e tyre sikur se ylli ndriçues. Zemrat e tyre thot janë në zemrat të njëjta, po me zemrat të bardha. Nuk kanë kundërshtime njëri me tjetrin, nuk kanë urrëtie njëri me tjetrin. Dhe çdo kush i prej tyre ka me pas gratë hurit të xhenetit. Çdo njëra prej tyre ka me u pa mbrëndësia nga jashtë dhe jashtë nga brenda. Edhe pejgamberi alayhis salam po thotë se këto i ka përshkruajtur në sysh janë gratë të xhenetit, mirë po prej kënaqësive në xhenet të çka janë thot është që end e tyne, për në xhenet, end e tyne janë thot prej dukatit dhe prej mëndafshit. Edhe prej argjendit, fani, end e banorëve të xhenetit. Pra ata pejgamberi që tradit tha, ato, pra end e arit dhe argjendit, për neve janë në xhenet, inshallah. Kush i bart end e dukatit dhe argjendit këtë dunjo, nuk do t'i bart në atë dunjo. Pra i cili ban arë në këtë dunjo, nuk do t'i mund me bajtën arë në atë dunjo, se thujnë ti e ke harxhu hisën tonë në dunjo. A kur prej zbukurimeve të banorëve të xhenetit është që banorët e xhenetit kanë me pasën veshjet të tyne, kanë me qenë të stolisur pallatet të tyne me arë dhe me argjend dhe me mëndafsh. Allahu na bon prej banorëve të xhenetit, inshallah. Na stolis me pamje, me veshje, me zbukurime, me stoliset të arit, argjendit dhe mëndafshit, inshallah. Allahu azza wa jall gjunat e tona na i falt, edhe inshallah Allahu azza wa jall çdo i cili ka në kuzhinën e vet apo ku e diçka në të arit dhe të argjendit, Allah i ne mundësot me i larguën, sepse është një gjuna shumë i madh. Kofshmi nën rregullat e dinit Allahut, nën udhëzimet e Resulullahit, edhe inshallah Allahun e takojmë me të mira, e inshallah Allahu na ban banor të xhenetit ashtu siç e lartë përmendëm, na i fal gjunat e gjithëve, na bashkon në xhenetul firdaus. Amin, amin, amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu al-ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.